Rimi, varfëria ekstreme dhe sëmundjet janë bërë bashkë në familjen Luka në qytetin e Kavajës. Kryefamiljarja Flutra Luka, pjesë e komunitetit egjiptian, jeton në kushte të vështira ekonomike e pangrënë dhe e sëmurë rënd nga një gjendje tumorale në veshkë dhe epilepsia, të cilave vite më parë ju shtuan dhe problemet shëndetësore të një aksidenti automobilistik. Vuajtja dhe dhimbja janë bashkëpunëtar të jetës së saj. Flutura Luka jeton në kushtet e mbjetesës pas përgjysmimit të pagesës së paaftësisë nga Kemp dhe pamundësisë ekonomike për të blerë ilaçe për t'u trajtuar nga sëmundjet e rënda për shkak të gjendjes tumorale në një rëndveshk dhe epilepsisë. Ka të ardhurat dhe nuk merr asnjë ndihmë veç pensionit të invaliditetit, nga i cili nuk siguron dot as ushqimin, ujin, energjinë dhe ngrohjen. Zëri i saj në televizionin Apollon është dhe më i fortë se burokracia shtetërore, që e ka lënë në këtë realitet të trishtueshëm dhe të dhimbshëm, të mbetur në udhkryq, ku askush nuk i troket në derë për ta ndihmuar dhe pse e njohin gjendjen e mbuluar mirimi. Në Kavaje, kam probleme shëndetësore, jam Flutura Luka dhe kam bërë aksident të rënd, jam epilepsi dhe kam në gjendje të marrjanit si për veshkës. Merr pension invaliditeti? Unë kam pas më thotë 100.000-2.500, më kanë ullë, më kanë bërë 86.000 lekë, nuk di pse më kanë ullë. Për ilaçe lekët, më shumë rri për spitale, në Tiranë, Kavaj, Durrës. Kryetari i shoqatës humanitare në ndihmë të personave me aftësi ndryshe Artur Kanani është shprehur se mjerimi dhe problemet shëndetësore të Flutura Lukës nga Kavaja duhen trajtuar urgjentisht. Shoqata që ai drejton e ka ndihmuar në mënyrë të përsëritur me mundësitë që ajo ka pasur. Por familjes Luka i nevojitet ndihma e të gjithëve për të tejkaluar gjendjen e vështirë nga e cila duhet të dalë dhe të vazhdojë të jetojë me dinjitet. Kemi marrë familjen e Flutura Lukës, është komplet egjiptian, është në gjendje shumë të vështirë, është e smur, me gjendje tumorale në veshka, është me epilepsi, ka bërë një aksident para disa vitesh, dhe gjendje shikoni vetë, ka nevojë për ndihmë ushqimore, veshmade dhe për ilaçe, po sensibilizojmë këtë rast për opinionin gjithë shqiptarë për ta ndihmuar. Ne kemi ndihmuar, por nuk kemi aq mundësi që ta ndihmojmë më tepër. Prandaj ju drejtojmë gjithë shqiptarë për ta ndihmuar këtë familje. Vuajtja dhe dhimbja kanë qenë bashkëpunëtar të jetës së Flutura Lukës, e cila jeton në mjerim pa përkrahje dhe e sëmur brenda banesës së saj, ka theksuar zoti Kanani. Ai së bashku me Flutura Lukën, këtë grua që fati e ka sfiduar, por nuk e ka mposhtur, apelon për ndihmë nga autoritetet, shoqata dhe organizata humanitare, biznese apo edhe bamirësit.